Së kur lajmi kur më ka ardhi dekun, që ashtë kur kam lanë zemë dhe apetinës. Ka lofshi mirë, shumë faleminderit. Me dorë duhet ja ka palu eshrës në thesë, kur është dalë prej si është arë prej batajnit. Djali ishte të dajtë vetë në Dobrash, edhe kur i kanë shpërngull prej aty si i kanë njek, i kanë da 12 familjes shoqës, djalin tam si o konë të dajtë vetë, edhe djalin e vllahut i Hasretit. Gjithsejt 14 i kanë zbritë dhe i kanë përshkatuar me eshtu. Do të thënë, ata gjithë ishin të rija. Ne nuk kemi qenë këtu. E ai ka qenë vetëm me shoqën këtu se ka pas moshën për mi 20 vjeçar, s'ka mujt me marrë në Zvicër, fëmijën e vogël i ka marrë, e ai ka mbet këtu. Në Zvicër atëherë. Po. Moshën 21 vjeçare ka pas fatin me gjithë që të 380 sa person, o me që të në meje. E zonja ishte bashkë me juve në Zvicër apo? Po, e ka marrë me 12 qershor ka arë shoqja. Do me thënë ju vetëm 2 javë para se djali të zhdukej, atë kohë keni shkuar në Zvicër. Po, fëmija vogël i ka marrë ata shka kom pas mundësi me i marrë, kjo ka pas moshën madhore, s'ka mujt me i marrë atje për shkak procedurave për mi 18 vjetë s'kan leju me i marrë dhe omet me bashkëshortën e vetë, 1 vjeçare ka qenë martes 1 vjeçare, kështu që i kanë da atër, si që dim gjithë. Zonjë, ju si nën, do me thënë kur niset pa njërin fëmi, qysh ke ajo ndjenja? Mos në vetë. Së kur lajmi kur më ka ardhi dekun, që ashtë kur kam lanë zemë dhe apetinës. Ka lofshi mirë, shumë faleminderit. Me dorë duhet ja ka palu eshrës në thesë, kur është dalë prej si është arë prej batajnit.